Pasuria dhe mburja. Ndërmjet gjërave që e bën njeriu kryelartë dhe sqimatar është kamja, ata që bien në këtë mënyrë pre egoizmit, si rezultat i ignorancës së tyre totale, i shohin të varfrit me mospërfillje dhe përbuzje dhe e konsiderojnë ekzistencën e tyre si diçka të pavlerë, të panevojshme dhe të tepërt, duke haruar faktin se pasuria nuk është vetëm para dhe të mira materiale. Ka shumë njerëz që jetojnë në kushtet e varfërisë materiale, por që numërohen ndërmjet njerëzve më të pasur për nga virtyti dhe vlerat shpirtërore të vërteta. Shpesh herë këta individ nderohen nga të pasurit për arsye bollëku dhe plotësisë së tyre shpirtërore. Kjo është tërësisht e vërtetë edhe për kombet. Një komb është më i pasur kur ka një numër më të madh njerëzish të mëdhenj dhe të mençur në krahasim me kombet e tjera. Pasurit materiale nuk janë në gjendje të sigurojnë lumturi dhe rehati. Shumica anktheve dhe varfërisë së skajshme të njerëzve janë rezultati i grykësisë. Ka shumë njerëz të cilëve u mungon paqja dhe qetësia, pavarësisht se zotërojnë sasi të panumërta pasurish. Për më tepër pasuria mund të shndrohet në një burim të së keqes dhe shqetësimit, duke errësuar shpirtin e të pasurve me fodullëk dhe duke i çuar ata drejt vesit, korrupsionit dhe mëkatit, duke prishur në këtë mënyrë themelet e lumturisë së tyre si me një përmbytje shkatrimtare. Zotërimet materiale përbëjnë një nga kushtet paraprake të rehatis, por jo vetë rehatin. Mund të thuhet se kërkimi i pasurisë është si puna e një zinxhiri të pafund. Një njeri i mençur e përdor atë duke e pasur nën kontroll, ndërsa një i marr e lidh atë pas qafës. Disa njerëz mendojnë se ata mund të marrin paqe dhe siguri nëpërmjet kamjes, por nuk e dinë se sa më shumë e kërkojnë pasurinë, aq më tepër largohen nga vetja, duke humbur kështu ndjenjat e tyre të vërteta në labirintet e saj. Ndodh shpesh që, sapo një njeri lë pas shokët për sa i përket mirëqenies financiare, kryelartësia dhe fodullëku e udhëheqin atë drejt ndërprerjes së miqësisë dhe marrëdhënieve me shokët. Filozofi stoik grek, Epiktetus, në lidhje me këtë thotë: "Merrini ato atëherë, pasurit, thot ai, ato që mund të kemi ne. Në qoftë se unë mund t'i marr ato dhe të mbaj respektin ndaj vetes, ndershmërinë, shpirt, madhësinë, më trego rrugën se si dhe unë do t'i marr ato, pasurinë. Por nëse më kërkon që unë të humbas cilësitë e mira që janë personale të mijat, në mënyrë që ju të keni mundësi të fitoni gjërat që nuk janë të mira, shiko se sa i padrejtë dhe i pamenduar jeni. Dhe çfarë parapëlqeni më shumë? Parat apo një mik të besueshëm dhe modest? Kështu që më ndihmo më mirë të ruaj këto cilësi dhe mos prit nga unë të ndërmarr vepra të cilat do të më bëjnë t'i humbas ato."